Është zbardhur dinamika e aksidentit tragjik në zonën e Treshtit në Tiranë, ku një 7 vjeçar humbi jetën. Sipas pamjeve filmike, Tomor Shukulli ka dhënë disa monedha të miturit, të cilat i kanë rënë në tokë. I mituri ka dalë para makinës për t'i marrë dhe në atë moment është ndezur jeshilja e semaforit, duke u përplasur fillimisht nga mjeti i parë. Dyshohet se goditjen fatale e mori tek përplasja e automjetit të dytë i drejtuar nga Valentina Koltraku. 55 vjeçari ka ndaluar menjëherë pas thirrjeve të qytetarëve, ndërsa 42 vjeçaria ka vijuar e qetë rrugën. Shukulli e ka transportuar të miturin drejt spitalit të traumës, duke deklaruar fillimisht se nuk kishte qenë ai që e kishte përplasur, por se kishte dëgjuar britmat dhe kishte gjetur fëmijën të aksidentuar. Foristrada pranë semaforit drejtohej nga Shukulli, ndërsa mjeti pas tij nga Valentina Koltraku. Hetimet vijojnë për të sqaruar përgjegjësitë ligjore dhe për të identifikuar drejtuesin që u largua. Sipas të dhënave paraprake, fëmia dyshohet se po lypte në momentin e ngjarjes.